Muharrem Salihu, me origjinë nga Lugina e Preshevës dhe me vendbanim në Venecia të Italisë, është kandidat për deputet në Këshillin Rajonal të Venetos. Ai ka folur për arsyet e kandidimit dhe për programin që synon të zbatojë, duke theksuar se politika duhet të jetë shërbim ndaj qytetarëve dhe jo mjet për karrierë personale. Qasja ime është e qartë, politika duhet të jetë shërbim, përgjegjësi dhe përkushtim ndaj njerëzve, ka theksuar Salihu. Ai premton të përfaqësojë me dinjitet komunitetin shqiptar dhe të gjithë qytetarët që kërkojnë një politikë më të ndershme, më njerëzore dhe më pranë njerëzve. Në Veneto ka një botë komunitetesh dhe diversitetesh, ka shtuar ai, dhe qëllimi i tij është i përfaqësojë të gjithë, duke sjellë zërin e tyre edhe brenda institucioneve. Miq të dashur, jam Muharrem Salihu. Jetoj tani 30 vite në Venecia, jam me origjinë nga Medvegja, jam prind, jam edhe gjysh, janë fëmijët e mi që më kanë bërë që të ndihem qytetari i gjithë botës, për faktin se janë lidhur në 5 shtete të ndryshme. Pra, për te faktit të jem shqiptar dhe italian, jam edhe qytetari i gjithë botës. Viteve të fundit kam zhvilluar aktivitete edhe në vendlindje, për cilat një numër i konsiderueshëm është në dionit të tyre. Këtë vit jam zgjedhur edhe drejtues i një sindikate punëdhënësish në Itali, e cila është e njohur si Confimpresa. Tani për 3 vite të ardhshme kam nderin të drejtoj këtë sindikat të këtyre dimensioneve. Confimpresa është një organizat e cila në gjyrën e vetë grumbullon rreth 80.000 biznese. Numri më i madh i tyre kryesisht është i koncentruar në pjesën veriore të Italisë. Pra, kjo bën 90% deri 93% ekonominë reale të vendit këtu ku jetoj. Synimi im është që kjo të përhapet edhe drejt vendeve tona, pra për te Adriatikut folur nga Italia, në mënyrë që të bëhet një lokomotiv për ekonominë e rajonit tonë. Me datë 23 dhe 24 nëntor në rajonin e Venetos, në një sipërfaqe të banuar me rreth 5 milion banor, do të votohet për Këshillin Rajonal apo Parlamentin Rajonal, i cili zgjedh rreth 50 parlamentarë. Janë gjithsej 7 provinca të cilat zgjedhin nga 9 parlamentarë dhe një e vogël e cila zgjedh një. Pra, unë kësaj radhe kam nderin të garoj në 2 për këtyre provincave, pra në ato të Venecia dhe Trevizës. Në fakt, në provincën e Trevizës, këte vit garojmë 2 shqiptarë, është edhe Zoja Edlira Cama. Do ju lusja që të bashkohemi në këtë sfidë të përbashkët, sepse do të shënonte një nivel tjetër të integrimit tonë edhe në këtë fushë, për faktin se të arriturat tona tani më nuk janë të pavretura edhe nga vetë vendi mikpritës. Për këtë fakt edhe na ju ndrejtuar, por kanë shtuar kërkesa drejt nesh që të bëhemi pjesë e kësaj fushë e aspektit politik, prandaj le të dëshmojmë se edhe këtu jemi në gjendje të arrijmë rezultate, dhe këto rezultate mendoj se mund të arrihen vetëm duke qenë të bashkuar. Synimi im personal është të shtrojmë një infrastrukturë e cila do të ngjilet për gjeneratët e reja dhe të lehtësojmë punën atyre që ta kenë më të lehtë për të arritur dhe për të integruar dhe për të kontribuar në të mirën e vendit ku jetojmë të gjithë bashkërisht.